plot 4 orë e gjys. Kemi së bashku që vazhdojmë një bisedë që vështirë është i vësh një emër. Po qartazi kuptohet arsyeja pse e keni gjithë të zellë për të folur pa fund për asgjë të vërtet. Qartazi e keni arsyeën se pse kërkoni të zgjasi pa fund, siç e bët seancën e kaluar. Sot në këtë parlament duhet të raportojnë organet e drejtësisë 3, ata cilët me votën e mazhorancës, me mbështetjen e mazhorancës, janë këtu për gjykuar të gjithë ata që kanë shkelur ligjin, pa asnjë mbrojtje politike. Por ju e keni të qartë se jeni këtu dhe e zgjasni këtë bisedë, sepse drama më e madhe e lidhur me protestat, po doni, është 21 janari. Edhe ne në fakt kemi dëshirë të dëgjojmë çfarë do thotë drejtësia re për 21 janarin. Ju thatë këtu ish drejtues që protesta e më e madhe. Kemi bërë dhe ne protesta, keni bërë dhe ju protesta, protesta bëhen pa fund në këtë vend. Por ama protesta me armë, vetëm ju keni bërë duke i gjuajtur qytetarëve shqiptar. Vetëm ju keni vrarë në shesh. Vetëm ju mbani mbi vete krimen protesta. Ajo që po ndodh sot është krye kput ajo që keni bërë ju kur keni pasur mundësi të drejtoni shtetin. Ajo që keni bërë ju, nxitja e dhunës, nuk është një gjë e re. Përmbase për deputet të rinj apo që janë këtu edhe në krahun tuaj edhe në krahun ton, harrojnë, nuk mbajnë mend. Po në atë bulevard 2 herë është gjuajtur me armë. Përsëri të 2 herët keni qenë ju. Në shtator të 1998-ës edhe në 11 janar. Ti ke gjuajtur me armë, Sali Berisha. Dhe sot hidhni gurën dhe fshini dorën. Çfarë doni ju? Kë përvajsojmë ne? Përvajsojmë votën e socialistëve. Përvajsojmë forcën e drejtuar nga Edi Rama. Përvajsojmë forcën që ka rritur ekonominë e Shqipërisë. Përvajsojmë forcën që ka sjellë dhe ka bërë Shqipërinë një vend të pritshëm për 12 milion turistë tuaj. Kemi bërë, ne përvajsojmë Shqipërinë, i nderuar, ne përvajsojmë Shqipërinë, që jo vetëm është bërë një faktor stabiliteti në rajon. Ne përvajsojmë Shqipërinë, e cila organizon në vitin e ardhshëm 2 nga samitet më të mëdha politike në rang botror, po doni, parlamentin e NATO-s dhe parlamentin e OSBE-s. Organizohen të 2 parlamentet në Shqipëri vitin tjetër. Kjo është ajo se si e njohin Shqipërinë dhe Edi Ramën ndërkombëtarët. Kjo është ajo se si e njohin. Ne na kanë votuar për të qeverisur. Ne na kanë votuar për ta çuar Shqipërinë drejt familjes europiane. Ne na kanë votuar sepse premtuam drejtsinë e re. Ne na votojnë sepse premtuam Europën. Dhe që të kemi një Europë, nuk mund të kemi 5 orë në parlament flasim për procedurë. E keni diskutimin nga 2 orë për çdo pikë. Keni drejtën, gjithë secili mund të thotë një qëndrim plot për pika të caktuara ku mund të jenë profilizuar, po nuk është kështu parlamenti. 5 orë procedurë. Ku jemi? Ku jemi? Show televiziv? Show jemi. Keni një gjë vërtet, thuani kur të viralla, mbani qëndrimet tuaja, po pranoni që Partinë Socialiste as nuk e konkurroni dot me vot, as nuk e konkurroni dot me ide, as nuk e konkurroni dot me projekt, as nuk e konkurroni dot me program. Edhe ajo që ndodhi për reformën territoriale është fiks ajo që ju s'dini të bëni. Nuk dini të prodhoni, nuk dini të ndiqni kohën, nuk dini të kuptoni realitetin. Vini këtu dhe kërkoni shtesë komisionit për çfarë dihet afatet dhe deadline-et të komisionit. Është e vërtetë që komisioni për Partizane mund të jetë shtuar, po për sa i përket hartës territoriale nuk ka kohë, nuk ka asnjë ditë kohë. Për sa i përket gjërave tjera mund të flasim, po jo me ju, Sali Berisha. Replikë, zoti Berisha.